Do të më dëbojnë nesër. Zëri i Simonës dridhej në telefon ndërsa lotët i rridhnin faqeve. Pastruesja shtatzën ishte ulur në kuzhinë, pa e ditur se po vëzhgohej. Luani qëndronte i ngrirë në hyrje, i paralizuar nga ai rrëfim. Fryma i mbeti në fyt ndërsa e shihte Simonën të fshinte lotët me pjesën e pasme të dorës, duke mbajtur ende telefonin me tjetrën. Ai e dinte se duhej të largohej, se ajo bisedë nuk ishte për veshët e tij, por këmbët i dukeshin të ngjitura pas dyshemes së ftohtë të kuzhinës. Zëri i saj u bë më i ulët, pothuajse një përshpëritje e dëshpëruar, e mbushur me peshën e dikujt që kishte arritur kufirin. E di që më ke ndihmuar shumë, nën, por nuk kam më ku të shkoj. Pronari i apartamentit tha se nëse nuk largohem deri nesër në mëngjes, do të therras policinë. Nuk do të dëgjoj asgjë. Tha se ka pritur mjaftueshëm. Fjalët dilnin të coptuara, të ndërprera nga ngashërima që ajo përpiqej t'i fshite, dhe Luani mund të shihte supet e saj që dridheshin edhe nga larg. Simona vuri dorën mbi barkun e rrumbullakosur, duke bërë një lëvizje të butë rrethore, sikur përpiqej të qetësonte foshnjën që mbante brenda vetes. Jo, nën. Nuk mund ta bësh këtë. Ti tashmë je e sëmur. Nuk do të lejoj të shesësh gjërat e shtëpisë për shkakun tim. Do të gjej një zgjidhje. Gjithmonë gjej. Por zëri i saj e tradhtonte gënjeshtrën, duke zbuluar se nuk kishte asnjë zgjidhje, se ajo ishte nata e fundit para se gjithçka të shembej plotësisht. Luani ndjeu diçka që i shtrëngoi kraharorin, një ndjesje e çuditshme që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Ai e njihte Simonën vetëm prej 3 muajsh, që kur ajo kishte filluar të pastronte mbulesën 2 herë në javë. Ajo vinte gjithmonë në kohë, punonte në heshtje, nuk kërkonte kurrë asgjë për te i marrëveshjes dhe e linte gjithçka të përkryer para se të largohej. Ata mezi shkëmbenin fjalë, vetëm një mirëmëngjes dhe një mirupafshim. Luani jetonte i zhytur në bizneset e tij, në takime pa fund dhe kontrata milionëshe. Por në atë moment, asgjë nga ato nuk kishte më rëndësi përballë dëshpërimit të vërtetë të një gruaje shtatzën që do të mbetej pas tre. Ai u përpoq të tërhiqej pa bërë zhurmë, por dyshemeja kërciti lehtë dhe Simona u kthye menjëherë drejt tij. Sytë e saj të kuq e të enjtur u zgjeruan nga surpriza dhe ajo u përpoq me nxitim të fshinte fytyrën. Faleminderit, nën, duhet të mbyll tani. Ajo e ndërpreu telefonatën dhe u ngrit duke rregulluar përparsen mbi bark, duke u përpjekur të rimerte kontrollin. Më falni, zotëri Luan, nuk e dija që ishit në shtëpi. Kam mbaruar pastrimin. Zëri i saj tingëlloi tepër i fortë, i sforcuar. Luani qëndroi aty, me çantën e lëkurës në dorë, pa ditur çfarë të thoshte. Ai kishte dalë herët nga puna atë ditë, diçka e rrallë për të. Simona mbante syt poshtë, duart e ndërthurura dhe trupi i dridhej lehtë. A jeni mirë? Pyetja i doli pa e menduar dhe i tingëlloi e çuditshme edhe vet atij. Ai nuk ishte tipi që përfshihej në jetën personale të punonjësve. Jam mirë, zotëri. Vetëm një problem familjar. Ajo u përpoq të buzëqeshte, por buzëqeshja u zhduk menjëherë. Luani duhej ta linte të ikte, por fjalët do të më dëbojnë nesër i jehonin në mendje. Një grua shtatzën pas 3, ndërsa ai jetonte vetëm në një apartament gjigant. E dëgjova bisedën tuaj. Simona u zbardh. Nuk doja të dëgjoja, por sapo po hyja. Ai u afrua pak, duke ruajtur distancën. Sa i detyroheni qiras? Simona tunte kokën me panik. Jo, zotëri, nuk po kërkoj para. Nuk po ofroj lëmosh. Po pyes sa është shuma. Ajo përshpëriti një shumë qesharake për të, por vendimtare për të. Do ta paguaj unë. Jo, nuk mundem ta pranoj. Nuk kam thënë që duhet t'i kthesh. Ajo shpërtheu në lodh. Ai nuk dinte si të sillej, por diçka në brishtësinë e saj preku një pjesë të tij të harruar. Mund të qëndrosh këtu, tha ai më pas. Ka një dhomë bosh. Heshtja ishte e rëndë. Po flisni seriozisht? Po. Derisa të organizohesh. Lotët i rridhnin lirshëm. Pse po e bëni këtë për mua? Sepse të gjithë meritojnë një shans për të filluar nga e para. Më vonë, ajo u kthye me 2 valixhe të vjetra. Luani i mori nga duart e saj. Nuk duhet të mbash pesh. Dhomëza ishte e thjeshtë, por e pastër. Ai kishte vendosur çarçaf të rinj, peshqir, batanie, lule mbi tavolinë. Simona i preku petalet me kujdes. Askush nuk ka bërë ndonjëherë diçka të tillë për mua, tha ajo mes lotësh. Atëherë pusho, u përgjigj ai.
Këtu je e sigurt. Ajo e falenderoi me zë të dridhur, duke premtuar se nuk do të harronte kur atë ditë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Luani ndjeu se kishte bërë diçka që kishte vërtet rëndësi. Luani ndjeu një nyje në fyt, diçka e rrallë për një njeri që gjithmonë kishte pasur kontroll absolut mbi emocionet e tij, dhe thjesht e lejoi ta ndjente atë përpara se të dilte nga dhoma dhe të mbyllte derën but pas vetes. U kthye në zyrën e tij, por nuk arriti të përqendrohej më në asgjë atë mbrëmje. Mendja i ndahej mes emaileve që grumbulloheshin dhe mendimit për gruan që tani flinte në të njëjtin çati me të. Luani pyeti veten se çfarë do të thoshin miqtë e tij nëse do ta dinin çfarë kishte bërë, duke I ofruar strehim një punoniseje që mezi e njihte, por zbuloi se nuk I interesonte mendimi I askujt. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai kishte vepruar I shtyr nga diçka përtej logjikës dhe fitimit, dhe kjo e friksonte po aq sa edhe e ngushëllonte. Kur më në fund shkoi për të fjetur, kishte kaluar mesnata dhe apartamenti ishte zhytur në heshtje, por ishte një heshtje ndryshe, jo më bosh dhe e vetmuar. Kishte një prani që ndryshonte gjithçka, duke e bërë atë hapësirë të madhe më pak të ftohtë dhe jo personale. Luani ra në gjumë me ndjesinë e çuditshme se sapo kishte hedhur hapin e parë në një udhëtim që do t'ia ndryshonte jetën në mënyra që ende nuk I imagjinonte dot. Të nesërmen, ai u zgjua më herët se zakonisht. Kur kaloi nga kuzhina, gjeti Simonën tashmë zgjuar duke përgatitur kafe. Era e fortë dhe ngushëlluese mbushi ambientin, e përzier me aromën e bukës së thekur. Ajo e përshëndeti me zë të butë dhe I tha se kishte bërë kafe të freskët, kishte përgatitur fruta, lëng portokalli dhe se mund të gatuante edhe vezë nëse ai dëshironte. Ajo mbante të njëjtën uniform blu, përparsen e bardhë të lidhur me kujdes mbi bark, dhe kishte një energji tjetër, një gjallëri që nuk ishte e pranishme një ditë më parë. Luani ju afrua banakut, duke vëzhguar gjithçka të organizuar me kujdes, tryezën e shtruar me enë të pastra dhe peceta të palosura bukur. I tha se nuk kishte nevojë të bënte gjithë atë punë, se ishte ende herët. Ajo tunte kokën duke I mbushur filxhanin me kafe, duke thënë se kishte dashur ta bënte, se ishte minimumi pas gjithçkaje që ai kishte bërë për të, dhe se gatimi e qetësonte gjithmonë. Ai u ul në një nga stolat dhe e ftoi të ulej pranë tij. Ajo u habit dhe u përpoq të refuzonte, duke thënë se mund të pinte më vonë dhe nuk donte ta shqetësonte. Luani këmbënguli dhe ajo ul me kujdes, duke mbajtur filxhanin e çajit mes duarve. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, duke pirë pijet e tyre, dhe Luani kuptoi se ishte një heshtje e rehatshme, pa nevojën për fjalë boshe. Ai e pyeti nëse kishte fjetur mirë. Simona u ndriçua menjëherë, syt I shkëlqenin. Ajo tha se kishte fjetur mrekullisht, më mirë se në shumë muaj, se krevati ishte I rehatshëm, çarçafët të butë dhe se ishte ndjer e sigurt për herë të parë pas shumë kohe. Fjala e sigurt I huaj në mendjen e Luanit, duke e bërë të kuptonte sa themelore ishte ajo ndjesi, diçka që ai gjithmonë e kishte pasur dhe kur nuk e kishte vlerësuar. Ai e pyeti për foshnjën, nëse ishte mirë dhe nëse e ndjente të lëvizte. Ajo buzëqeshi me dashuri, duke vendosur dorën mbi bark. Tha se foshnja po rritej mirë, ishte e fortë dhe lëvizte shumë, sidomos natën. Me një buzëqeshje të butë, tha se mendonte se do të ishte një djalë energjik. Luani hezitoi përpara se të bënte pyetjen tjetër, duke e pyetur nëse kishte ndjekje të rregullt mjekësore. Simona uli syt dhe pranoi se kishte humbur disa vizita për shkak të vështirësive të fundit dhe radhave të gjata në qendrën shëndetësore, por premtoi se do të vazhdonte. Ai e dëgjoi dhe mori një vendim në heshtje. Pastaj e pyeti për babain e foshnjës. Simona u tensionua, gishtat ju shtrënguan rreth filxhanit. Ajo tha se ai ishte larguar sapo kishte mësuar për shtatzënim, duke thënë se nuk ishte gati të ishte baba dhe se fëmia nuk bënte pjesë në planet e tij. I kishte ofruar para për të zgjidhur problemin, por ajo kishte refuzuar. Ajo tha me vendosmëri se do të kujdesej vetë për fëmijën e saj. Luani ndjeu zemërim dhe dëmshuri njëkohësisht dhe tha se ai burr nuk e dinte çfarë kishte humbur, se askush që braktis një grua shtatzën nuk e meriton të quhet baba. Simona e shikoi e habitur dhe për herë të parë në sytë e saj u shfaq diçka më shumë se mirënjohje, respekt dhe admirim. Ai u ngrit për të shkuar në punë, duke I thënë se do të flisnin më vonë për mënyrën se si do të organizoheshin. Para se të largohej, u kthye dhe I tha se donte që ajo të ndiqej nga një obstetër privat dhe se ai do të mbulonte të gjitha shpenzimet. Kur ajo u përpoq të kundërshtonte, ai e ndaloi me një gjest të butë, duke I thënë se nuk ishte e negociueshme dhe se shëndeti I saj dhe I foshnjës ishte prioritet. Ditët që pasuan u shndërruan në një rutinë të papritur dhe të rehatshme.
Ata hanin mëngjes bashk, bisedonin për gjëra të thjeshta dhe ndanin kujtime. Shtëpia ndryshonte, jo vetëm në pamje, por në energji. Një ditë, Luani e shoqëroi Simonën në konsultën e parë mjekësore. Klinika ishte moderne dhe e ngrohtë, dhe mjekja e priti me buzëqeshje, duke i siguruar se gjithçka do të ishte në rregull. Gjatë ekografisë, kur u dëgjua rrahja e fortë e zemrës së foshnjës, Luani ndjeu diçka t'i shtrëngoi në kraharor. Simona ja shtrëngoi dorën pa e menduar dhe asnjëri nuk e vuri në dyshim atë gjestë. Mjekja konfirmoi se gjithçka po shkonte shumë mirë dhe më pas zbuloi se foshnja ishte djalë. Simona qau nga gëzimi, duke përsëritur fjalët me emocion, ndërsa Luani buzëqeshi sinqerisht duke ndarë atë moment me të. Në rrugën e kthimit, Simona foli pa pushim për djalin, për emrin që donte t'i vinte, Miguel, një emër i fortë dhe me kuptim të thellë. Ata ndaluan në një dyqan për foshnja dhe Luani këmbënguli të blinte gjithçka të nevojshme. Më vonë, në apartament, planifikuan dhomën e foshnjës, me temë yjesh, një simbol i ëndrave dhe shpresës. Atë mbrëmje, gjatë darkës, Simona e pyeti pse nuk kishte krijuar kur familje. Luani foli për jetën e tij të përkushtuar vetëm punës, për vetmin që kishte pranuar si çmim të suksesit. Simona e dëgjoi me vëmendje dhe i tha se ndoshta ai kishte qenë duke pritur diçka që të kishte kuptim të vërtetë. Luani e kuptoi se ajo kishte të drejtë. Ai i tregoi se që nga ajo ditë kur e kishte dëgjuar duke qarë në telefon, diçka brenda tij ishte zgjuar. Ai kishte gjetur një qëllim më të madh, diçka njerëzore. Simona buzëqeshi me butësi dhe tha se ndoshta Zoti vendos njerëzit e duhur në rrugën e njëri tjetrit pikërisht kur kanë më shumë nevojë. Dhe ndërsa shtëpia vazhdonte të transformohej, të dy e ndjenin se jeta e tyre po merrte një drejtim krejtësisht të ri. Dhoma e Simonës mori jetë me bojën e re në nuanca të buta blu të qelet, me yje të artë të shpërndar në tavan që ndriçonin në errësirë, pikërisht ashtu siç ajo kishte ëndërruar. Djepi i Miguelit u vendos pranë shtratit të saj, i përgatitur tashmë me çarçaf të butë dhe një lodër rrotulluese me yje dhe hëna që lëviznin ngadalë duke luajtur një melodi qetësuese. Luani filloi të kthehej më herët nga puna, duke refuzuar ftesat për darka biznesi dhe ngjarje shoqërore që më parë i mbushnin mbrëmjet. Ai zbuloi se preferonte pafundësisht më shumë të ishte në shtëpi, duke biseduar me Simonën për tema të thjeshta apo të rëndësishme, duke e ndihmuar të paloste rrobat e vogla të Miguelit, duke diskutuar emra për foshnjën ose thjesht duke ulur në divan, duke parë ndonjë film ndërsa ajo qëndiste batanie pranë tij. Barku i Simonës rritej çdo javë, duke u bërë gjithnjë më i dukshëm. Dhe bashkë me të rritej edhe lidhja mes tyre, një lidhje e thellë që asnjëri nuk dinte ta emërtonte, por që të dy e ndjenin fort. Luani e gjeti veten duke menduar për të gjatë mbledhjeve, duke u pyetur nëse po ushqehej siç duhet, nëse po pushonte mjaftueshëm, nëse i nevojitej diçka. Ai filloi të sillte dhurata të vogla në shtëpi, fruta që ajo kishte përmendur se i pëlqenin, libra për amësinë që mendonte se do ta interesonin, çokolata që e bënin të buzëqeshte si fëmijë. Një të shtunë në mëngjes, Luani u zgjua nga zhurma e dikujt që lëvizte në kuzhinë dhe shkoi të shihte se çfarë po ndodhte. Gjeti Simonën duke përgatitur një sasi të pabesueshme ushqimi. Banaku ishte i mbuluar me tasa, tenxhere dhe përbërës të shpërndar kudo, ndërsa ajo lëvizte me vendosmëri nga njëra anë në tjetrën. Çfarë po ndodh këtu? Po hap një restorant, bëri shaka Luani, duke u mbështetur te dera me krahët e kryqëzuar. Simona u kthye, fytyra pak e skuqur nga nxehtësia e sobës, me një përparse me lule të lidhur mbi barë. Ajo tha se kishte menduar se kur nuk pritnin askënd në shtëpi dhe se donte të kthente pak nga gjithçka që ai kishte bërë për të. Kështu kishte vendosur të përgatiste një dreg dhe të ftonte disa njerëz. E pyeti nëse ai kishte miq që donte t'i ftonte. Luani heshti, duke ndier një shtrëngim në kraharor kur kuptoi se nuk kishte askënd për të ftuar, se jeta e tij shoqërore ishte zvogëluar në kontakte profesionale dhe njohje sipërfaqësore. Simona e vuri re hezitimin dhe vazhdoi me nxitim, duke thënë se kishte ftuar nënën e saj, e cila mezi priste ta njihte dhe ta falënderonte personalisht për gjithçka që kishte bërë për të dhe për Miguelin. Ajo shtoi se, nëse ai nuk e kishte problem, kishte ftuar edhe një shoqe të saj, Julian, me të cilën kishte punuar prej vitesh në shtëpi të tjera, një person i mrekullueshëm që donte shumë ta njihte atë vend. Luani pohoi me kokë, duke u ndier çuditërisht i emocionuar nga ideja për të njohur familjen dhe miqtë e Simonës, për t'u prezantuar si diçka më shumë se sa thjesht punëdhënësi. I tha të ftonte këtë donte, se ajo shtëpi ishte edhe e saj. Simona u ndriçua dhe u kthye te tenxheret me entuziazëm të ri.
Të ftuarit mbërritën rreth mesditës dhe Luani hapi derën për një zonjë me flokë të thinjur dhe sy të butë, e cila e përqafoi fort përpara se të prezantohej. Ajo i tha se ishte Teresa, nëna e Simonës, dhe se kishte ardhur për ta falendëruar personalisht për faktin që kishte shpëtuar vajzën dhe nipin e saj. I tha se nuk e dinte çfarë do të thoshte për një nën të dinte se vajza e saj ishte e sigurt dhe e përkujdesur. Luani mbeti pa fjalë, i parehatshëm me aq shumë falënderime, por njëkohësisht i prekur nga sinqeriteti i asaj gruaje. Julia mbërriti pak më vonë, një grua energjike me buzëqeshje të gjerë. Shpejt apartamenti u mbush me zëra, të qeshura dhe jetë, në një mënyrë që Luani nuk e kishte përjetuar kur aty. Dreka ushtrua në tavolinën e madhe të dhomës së ngrënies, e cila përdorej rrallë. Ushqimi ishte i shijshëm, çdo pjatë e përgatitur me kujdes dhe shije shtëpie, duke sjell kujtime fëmijërie që Luani as nuk e dinte se i mbante ende. Ata biseduan për orë të tëra, Teresa tregonte histori nga fëmijëria e Simonës, Julia ndante rrëfime qesharake nga punë të mëparshme. Luani e gjeti veten duke qeshur vërtet, me një të qeshur të lirë e të sinqert që nuk i kishte dalë prej vitesh. Simona i vëzhgonte të gjithë me kënaqësi, e lumtur që njerëzit që donte ishin mbledhur në atë hapësirë që ishte bërë shtëpia e saj. Kur të gjithë u larguan dhe nata ra mbi qytet, Luani dhe Simona qëndruan në balkon, duke parë dritat poshtë. Ai e falenderoi për atë ditë, duke i thënë se kishte shumë kohë që nuk ndihej pjesë e diçkaje të tillë, e një familjeje, e një grupi njerëzish që kujdeseshin vërtet për njëri tjetrin. Simona u kthye nga ai me dorën mbi bark ku Migueli lëvizte lehtë dhe i tha se ai kishte qenë pjesë e familjes së saj që nga dita kur e kishte pranuar, dhe se Migueli do të rritej duke e konsideruar familje. Muajt kaluan shpejt, çdo ditë duke sjellë zbulime të reja. Luani e shoqëroi Simonën në të gjitha kontrollet mjekësore, ishte i pranishëm në çdo ultratingull, dëgjoi zemrën e Miguelit të rrite fort 10 herë dhe nuk u lodh kurrë nga ai tingull. Ai filloi të lexonte për zhvillimin e fëmijëve, për përgjegjësitë dhe kujdesin, dhe krijoi në zyrën e tij një dosje me të gjitha dokumentet e Simonës dhe të Miguelit, duke u siguruar që gjithçka të ishte në rregull, që ajo të kishte një plan shëndetësor të plotë dhe që të kishte një kursim për të ardhmen e djalit. Kur Simona hyri në muajt e fundit të shtatzënisë, Luani këmbënguli që ajo të ndalonte punët e rënda, duke punësuar dikë tjetër për pastrimin, ndërsa ajo duhej të pushonte dhe të përgatitej për ardhjen e foshnjës. Ajo protestoi fillimisht duke thënë se ndihej e pavlefshme pa bërë asgjë, por ai ishte i vendosur duke shpjeguar se kujdesi për veten dhe për foshnjën ishte puna më e rëndësishme që kishte në atë moment. Një natë, një alarm i rrem i kontraksioneve i çoi me nxitim në spital dhe Luani voziti nëpër rrugë të zbrasta me zemrën që i rrite fort, duke i mbajtur dorën ndërsa ajo përpiqej të kontrollonte dhimbjen. Ishte një alarm i rrem, por mjaftoi për t'i mbajtur të dy në gatishmëri të plotë. Luani përgatiti një çantë për spitalin dhe e mbante gjithmonë në bagazhin e makinës, duke fjetur me telefonin pranë. Ditën kur lindi Migueli, gjithçka ndodhi shpejt. Luani la një takim të rëndësishëm dhe vrapoi për në shtëpi. Në spital, ai qëndroi pranë Simonës gjatë gjithë procesit, duke i mbajtur dorën, duke i përshpëritur fjalë force dhe duke parë me admirim guximin e saj. Kur dëgjoi të qarat e foshnjës, lotët i rrëshitën pa turp. Kur Migueli u vendos në krahët e Simonës, heshtja ishte e shenjtë. Kur ajo ja ofroi foshnjën, Luani hezitoi, por sapo e mbajti, ndiu një valë mbrojtjeje të thellë. Ai i premtoi se do të kujdesej gjithmonë për të dhe për nënën e tij. Ditët e para në shtëpi ishin të lodhshme dhe të mrekullueshme. Luani anuloi udhëtime, punoi nga shtëpia, mësoi të ndëronte pelena, të qetësonte foshnjën dhe të ishte i pranishëm. Apartamenti u mbush me tinguj jete dhe dashurie. Kur Migueli filloi të buzëqeshte vërtet, Luani e kuptoi se ajo që po jetonte nuk ishte më thjesht ndihmë apo bamirësi. Ishte dashuri. Ai e donte Miguelin si djalin e tij dhe Simonën në një mënyrë të thellë e të vërtetë. Kur ajo i tha se kishte menduar të largohej për të mos abuzuar me mirësinë e tij, ai i tha se nuk donte që ata të largoheshin kurrë. Ai i shpalli dashurinë dhe dëshirën për të ndërtuar një familje të vërtetë. Simona pranoi mes lotësh dhe gëzimit. Ata u martuan në një ceremoni të vogël dhe intime. Migueli u adoptua zyrtarisht dhe familja u rrit me ardhjen e Aurorës. Vitet kaluan dhe Luani kuptoi se suksesi i vërtet matet në përqafime, në të qeshura dhe në praninë e përditshme. Apartamenti u shndërrua në një shtëpi të mbushur me jetë dhe dashuri. Dhe gjithçka kishte filluar nga një vendim i thjeshtë për të dëgjuar dhe për të qenë njeri.